E mira me të mirë kthehet. Një burrë dhe një grua e tij hynë në një restorant të famshëm, ku të gjitha ushqimet atje janë të shtrenjta. Pastaj çifti filloi të shikonte menyn dhe të shikonin çmimet. Çdo vakt kishte çmimin e vet dhe të gjitha vaktet ishin shumë të shtrenjta. Nuk ka vakt me çmim të ulët, pyet gruaja. Nuk ka gjë tjetër veç çajit dhe të qeshurit, përgjigjet burri. Më pëlqen ky vakt, por çmimi i tij është shumë i shtrenjtë, tha gruaja. Kamarieri qëndronte pas tyre dhe po dëgjonte bisedën e tyre. Pastaj tha: "Çfarë doni të bëj?" "Mund të sillni 2 fixhan çaj dhe kaq", përgjigjet burri. Kamarieri shkoi dhe porositit të njëjtin vakt që donte shoqja dhe i tha shokut të tij që ta sillte këtë porosi në tavolinë numër 12. Çifti u befasuar nga porosia dhe më pas ata thanë: "Ndoshta ka një gabim në porosinë që ne kemi porositur. Më tha kolegu ta sill këtu se nuk ka asgjë të keqe", përgjigjet kamarieri tjetër. Çifti duke ngrënë në konfuzion dhe habi, atëherë gruaja tha: "Po sikur na kërkojnë të paguajmë faturën, çfarë do të bëjmë?" "Nuk e di", kamarieri na tha që nuk kishte gabim, por ai insistoi ta thoshte, përgjigjet burri. Kështu pasi çifti mbaroi së ngrëni dhe shkoi te arkëtari, burri nxori paratë nga portofolio dhe tha: "Kaq kam", i tha kamarierit që nuk e porositëm, por ai këmbuli në fjalët e tij. "Ju jeni në tavolinën numër 12", pyeti arkëtari. "Po", përgjigjet burri. "Fatura është paguar", thot arkëtari. "Kush e ka paguar?" pyet burri. "Kamarieri Ahmed më tha që fatura e tavolinës numër 12 është në llogarinë time dhe ja kam zbritur nga paga", tha arkëtari. Pastaj çifti u largua nga restoranti të lumtur dhe të kënaqur me kamarierin. Mirë po çifti u kthye të nesërmen në kërkim të kamarierit Ahmed dhe burri e përqafoi, duke i thënë atij: "Djena nderuat dhe paguonit faturën nga rroga dhe sot do t'ju kthejmë çmimin e asaj që keni bërë për ne." "Nuk e kuptova se çfarë do të thuash", i thot kamarieri Ahmed. "Ajo që ndodhi dje ishte vetëm një akt para teje. Unë jam një njeri shumë i pasur dhe çdo vit e kryej zekatin e parave të mia. Pastaj kërkojmë dikë që i pëlqen të bëj mirë dhe të ndihmoj të varfrit. Më pas bëjmë një provë dhe veprojmë para tij siç ndodhi dje. Nëse ai e ka lënë provën." Kështu ai ja dha zekatin kamarierit Ahmed, duke thënë se ti tregove mirësi ndaj nesh, andaj e mira e ka të mirën. Kamarieri Ahmed çau dhe tha: "Ajo që bëra dje ishte me qëllimin që Zoti të më siguronte që të mbledh paratë, të plotësoja pajën e nusërisë, të mobiloja shtëpinë dhe të martohesha, që prej kohësh e ndroja, por nuk kam mundur të mbledh paratë dhe të paguaj pajën. Falënderimi takon Allahut, ju ka dhënë atë që keni menduar dhe paratë që keni janë të mjaftueshme për të përfunduar gjithçka. Ky është numri im. Më telefononi menjëherë dhe do të më gjeni pranë", i thot burri. "Andaj ju nëse e bëni një të mirë, Allahu do t'ua shumëfishoj atë. Hel jazau l-ihsani ila l-ihsan", mirësia me mirësi